Më bën përshtypje edhe një gjë tjetër. Në Partinë Demokratike ka disa nga Kuksi, nuk se jam lokalist, po tani ka diçka aty. Nga qarku i Kuksit apo nga rrethi ish rrethi bashkia e Kuksit? Po e them qarkun të jem brenda se do më nxjerrësh në një muaj jashtë Kuksit rreth apo qytet dhe pastaj do mbetem keqon. Figurë interesante Ibsen Elezi, sekretari i përgjithshëm Flamur Noga, ja dhe Veap Kola që nuk jeni struktura. Jo, nuk jeni struktura, e thash, ke qenë dikur antar i Këshillit Kombëtar, po je mbështetës si të djathtë, si Partisë Demokratike, se këtë SMO do të besoj. Tani si ka mundësi që nuk ka, do dhe një lloj kështu mes jush kuksianëve, më ka bërë shumë përshtypje kjo. Po të ishit skrapalin ju nga jam unë, do bëshit bashkë të tërë. Po ajo do quhet tribalizëm, që mbi bazën e origjinës organizoheni. Ne jemi tribaleve? Si është ajo shpreha, vetë fole. Unë nuk po them që ju jeni tribal, po organizimi mbi baza krajinore do ishte tribalizëm. Po pse shkoni ju kuksian? Ndodh, shumë mirë shkojmë, ne nuk ka asnjë problem. Ne i shkojmë njëri tjetrit dasëm në vdekje. Si ke marrë me Flamunokën? Shiko, duhet keni parasysh një gjë. Jo, më përgjigj këtu, si kuksian. Çfarë rëndësie ka për publikun? Çfarë marrëdhënie kam unë me Flamunokën? As i marrëdhënie të keqe s'kam. Po të mirë. Po se s'kam patur ndonjë marrëdhënie. Pra e kuptova se çfarë marrëdhënie pas s'kam pas. S'kam patur, nuk kemi një njohje të madhe. Jemi takuar kështu skiç disa herë, por nuk kemi njohje të madhe. Si skiç? Pra, nuk kemi patur arsye që të rrimë edhe të organizojmë. Jo, kjo më ka bërë përshtypje se për shembull unë mendoja që sekretari i përgjithshëm Flamur Noka me Ibsen Elezin do kishin një lloj marrëdhënie. Është komplet normale nëse kupton një parti politike, një organizatë çfarëdollëshme, nëse zoti Noka kandidon në Kukës dhe zoti Elezi synon të njëjtën gjë, patjetër do përplasen aty, do ketë rivalitet. Çfarë i bie që të përqafohen? Do konkurrojnë këtu më bëre jo si kuksian këtu. Këtu më rrëshkite këtu. Pak si Dibran, se kemi. Jo, se thashun këtë e the ti. Po, jam dhëndër në Dibër. Ka të ardhme politike Ibsen Elezi? Nuk e di se kam parë në sferën publike kohët e fundit dhe nuk mund të them që kush ka të ardhme politike Shqipërisë. Shqipëria nuk ka politik, prandaj që të ketë ardhme politik duhet të instalohet një mekanizmi politik, që do të thotë njerëz që aktivizohen, marrin pjesë në debatin publik, propozojnë zgjidhje problemesh, marrin pastaj peshë elektorale, votohen dhe bëhen politikanë. A ka një mekanizëm të tillë Shqipëria? Nuk ka. Tani për ta mbyllur këtë se nuk më shtjellove plotësisht atë që çfarë do ndodh me PD-n. Tani e ardhmja e PD-s tani ti mendon që të normalizohet, duhet kthehet Lulzim Basha? Nuk kam asnjë ide se çfarë duhet bërë me PD-n. Unë mendoj që PD-ja ka marrë atë që ka kërkuar, që është ajo që zoti Berisha ka thënë në verën e 2021-shit, që në një intervistë në Ora News, më kujtohet shumë mirë, që nëse Partia Demokratike i nënshtrohet këtij presioni, mund mos jetë literalisht e tillë, i nënshtrohet këtij presioni për të më përjashtuar mua, atëherë është më mirë që ajo parti të mos ekzistojë. Si po që s'më kujtohet më. Me deklaratë publike në Ora News me nëse mbaj me zonjën Beti Njumi. Me Betin, nëse Partia Demokratike pranon, pra nuk i reziston këtij presioni. Nuk bën rezistencë. Pra i nënshtrohet këtij presioni, pra përjashtimit të tij. Po. Atëherë meriton të mos ekzistojë. Dhe ti thua që Berisha këtë po bën. Për sa kohë nuk ka relevancë politike në vend, dhe është më e vogël se ç'ishte opozita përpara saj, patjetër që. A jeni dakord me atë që ka thënë Bamir Topi që Partia Demokratike, do thonë, është drejtëshuar, domethënë nuk ka më asnjë dyshim që ajo është shuar, por thjesht një moment që zgjatet pa ndonjë arsye. Jo, unë mendoj më shumë më bind ideja e politologut Mentor Beqaj, i cili është nga Kuksi, po ashtu dhe është miku im. Po duhet të themi edhe katërti. Po. I katërti Mentor Beqaj. Pra, profesor Mentori thotë që Partia Demokratike është më e fortë se ç'duhet për të rivalizuar, për të lejuar një parti tjetër në opozitë, një alternativë, dhe është më e dobët se ç'duhet për të rrëzuar pushtetin. Pra, është një pozitë kritike që, domethënë, nuk shuhet, pra nuk jam dakord që mund të shuhet, nuk ka pse shuhet, sepse ka shumë njerëz që duan parti. E duan atë dhe janë gati t'i bëjnë, po patjetër, nëse keni vajtur në oborrin e PD-s, pini kafe te ajo kafja e PD-s, ju kuptoni që ka njerëz, okay, atë si ka mundësi që se keni vënë re, po s'keni vajtur shpesh, që ka njerëz që ndjehen të shqetësuar që kanë 2-3 ditë pa pirë kafe aty. Pra, si më thon, kam 2-3 të premte pa vajtur në xhami unë.
Pra, është një lloj identiteti spiritual, do ekzistojë, nuk do shuhet. S'ka diskutim. Po për sa kohë të jetë në këtë situatë, do t'i shërbej në mënyrë të vetëdijshme apo jo, qëndrimit të Partisë Socialiste në pushtet. Dhe ju thoni që kjo do jetë gjithmonë kjo e përjetshme derisa të jetë Berisha? Jo, domethënë në ekonominë e themi kemi një parim ceteris paribus. Domethënë duke mos ndryshuar faktorët e tjerë. Po mund të ndryshojnë faktorët e tjerë. Për shembull, mund të ndodhë që në Shqipëri të zbulohet naftë edhe zotin Rama ta marrin siç morën Maduro, siç thot PD-ja, do ta marrin me helikopter. Pra, ne po mendojmë në mënyrë racionale, nëse te kalojmë kufit racional, mund të themi që nuk do jetë përjetësisht. Po për sa kohë, pra për një të ardhme të parashikueshme dhe me kushte të pandryshuara, mbetet kjo që është. Tani vim pak te kampi tjetër se e morëm vesh se edhe diçka kujtua. Tani ti e përjashton se e dua ta përsëris, po dua ta theksoj. E përjashton një rikthim të Lulzim Bashës? Jo, nuk përjashtoj asgjë, sepse nuk e di çfarë do ndodhë. Si mund të flas për gjëra që ke kontakte me Lulzim Bashën ku është tani? Lulzim Basha për mua nuk është në politikë, sepse nuk është në sferën publike. Pra, nuk e di se çfarë bën jetën e tij private. I ka dhënë politika atij njeriu dhe e humbi. Nuk e di. Nuk linte shans të humbur, pa e humbur. Nuk linte shans pa e humbur. Nuk e di, nuk mund ta them. Dhe nuk e. Okej. Tani te Partia Socialiste se te gjithë kjo që bët ju ka një arsyetim pastaj. Ne. Po ju, domethënë, ka një arsyetim pastaj që prandaj ka një zgjatje të pushtetit të Partisë Socialiste dhe mua më vjen dhe keq dhe ndonjëherë kur e them dhe vet, më thon ti je me person. Kjo është e bukur fare pastaj, sepse po nxorë defekte edhe ty tani e ke sigur. Kur të shikosh ato komentet aty, do thonë ve hap gjithë to kritika që bëre PD-n, je me Ramën. Jo, të ka marrë Rama. Po. Mua neve na kishte marrë, me që the ju, thatë ju. U kishte marrë me kohë. Na kishte marrë Rama që kur ishim në PD. Po tani na ka harruar. Jo, e përmendoj të na merr pasi lan PD. Ka luksin PD-ja ti të përjashtoj ata në Durrës, ata në Elbasan. PD-ja ka përjashtuar shumë më shumë. E tillë është bërë, domethënë në këtë mënyrë është bërë e tillë PD-ja. Ata ishin pa jormë, atje militant atje në ato strukturat e. Shiko, Partia Demokratike është si një organizëm një qelizor që shumohet duke u ndarë. Pra, janë këto algat, pra që ameba ndahen dhe po të shohësh që gjithë partitë opozitë janë parti të dalë nga PD-ja, shumica e tyre, sepse janë ndarë nga PD-ja, janë përjashtuar nga PD-ja. Mund të marrësh disa parti që akoma ekzistojnë, disa janë shuar rrugës, po shumohet duke u ndarë. Jo duke bashkuar organizma. Ironi thërë se ka. Tani vim te kampi i roz, te Partia Socialiste. Si po qeveris Edi Rama është në vitin e 13 atij? Me një fjalë do thoja shumë keq. S'kisha një dyshim. Shumë keq sepse, do thon, tani shqiptarët deri në 2021 ndoshta, ose ndoshta edhe çik më vonë, kishin një rrugdalje, iknin, shkonin në Europë. Po tani s'ket shkon as në Europë. Po çfarë bën? Çfarë do bësh në Europë? Rrogat në Shqipëri janë pak a shumë sa në Europë. Por çmimet në Shqipëri janë sa 2 fishi Europës. Pra e kupton ti ku kemi arritur. Jo çfarë bën tani? Asi tani, ë? Po nuk besoj se ka ikje. Po çfarë bën rrin këtu tani? Po prandaj ka kaq mllef dhe kaq urrëtie antiqeveritare, sepse nuk kanë ku ikin njerëzit. Se përpara iknin, gjithë ata që kanë ikur, shumica kanë qenë njerëz që shërbën si valvën? Po, më thonë shkarkohen të presionin në këtë mënyrë. Dhe ka qeverisur keq. Për çfarë e ke fjalën, të flasim konkretisht. 13 vjet, okay, dhe i mandat po i marrim të miqën, e kam fjalën. Po. Do thonë 16. I bëjmë 16. 16. Besoj që do ketë zgjedhje parakoshme edhe me kod elektoral siç kemi, s'ka zgjedhje parakoshme. Do thonë 16 vjet është një rekord. Unë e them shpesh edhe të ftuarve dhe politikanëve ja bëj këtë pyetje që në renditjen e kozgjatet kryeministrave është Mehmet Çeu 27 vjet e 4 muaj, i dy tani është Edi Rama me 16, pastaj është Enver Hoxha me 9 vjet, Adil Xhaçani me 9 vjet e 8 muaj, Adil Xhaçani me 9 vjet e 1 muaj, pastaj vjen Sali Berisha me 8 vjet fikse, i ka datë në datë.